Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë dorëzuar Shqipërisë një sasi të konsiderueshme raketash antitank të tipit FGM-148 Javelin, një nga sistemet më të avancuara të mbrojtjes toksore në botë. Dorëzimi i këtij armatimi konsiderohet një hap i rëndësishëm në forcimin e kapaciteteve mbrojtëse të forcave të armatosura shqiptare dhe në thëdhimin e bashkëpunimit strategjik mes Tiranës dhe Washingtonit. E ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara në Tiranë, Nancy Van Horn theksoi se ky zhvillim përbën një dëshmi konkrete të përkushtimit amerikan ndaj sigurisë së Shqipërisë dhe stabilitetit rajonal. Sipas saj, furnizimi me sistemin Javelin është pjesë e mbështetjes së vazhdueshme që SBA i jep një aleati të rëndësishëm në kuadër të mbrojtjes kolektive. Ky është një demonstrim i qartë i përkushtimit ton për sigurinë rajonale. Sistemi Javelin është shumë i avancuar dhe përmbush objektivin e Shqipërisë për mbrojtjen kolektive, deklaroi Van Horn. Ajo shtoi se mjedisi aktual i sigurisë kërkon angazhim të shtuar nga të gjithë aleatët, duke nënvizuar se çdo vend antar duhet të kontribuojë në forcimin e kapaciteteve të përbashkëta mbrojtëse. Sistemi Javelin njihet për saktësinë e lartë dhe aftësinë për të goditur objektiva të blinduara në distanca të konsiderueshme, duke ofruar një avantazh të rëndësishëm në operacionet mbrojtëse. Përfshirja e këtij sistemi në arsenalin shqiptar rrit ndjeshëm aftësitë parandaluese dhe mbrojtëse të vendit. Shqipëria si vend antar i NATO-s ka theksuar vazhdimisht angazhimin për të përmbushur deturimet në kuadër të aleancës dhe për të kontribuar në stabilitetin rajonal. Dorëzimi i raketave Javelin shihet si një hap konkret në këtë drejtim, duke forcuar më tej partneritetin strategjik me Shtetet e Bashkuara dhe duke rritur kapacitetet mbrojtëse të vendit në një kohë sfidash të shumta për sigurinë globale.